I tha po, duartrokitje për të gjithë ju fansa të Brikenës edhe të Mateos. Përshëndetje të dashur miq, ja ku po vim pas 100 ditësh me lajmin më të bukur të dashurisë. Nata e sonte, një natë me muzikë klasike, një natë gala. Siç duket, vllau i madh e kishte menduar bukur, e kishte imagjinuar bukur që Mateo duheshte t'i propozon Brikenës, duheshte t'ia kërkon dorën, siç e do tradita shqiptare. Brikena në fakt ishte surprizuar deri diku, sepse unë mendoj që Brikena shpirtërisht ka pritur që Mateo t'i kërkon dorë këto ditë, pasi që Mateo e kishte shprehur edhe në dhomën e rrëfimit që ta propozonte Brikenën. Por, a ka qenë e kërkuar tek vllau i madh si propozim? Unë mendoj që jo, sepse po të ishte e kërkuar tek vllau i madh, Mateo do të kishte marrë një unaz dhe do t'i vente unazën në gisht Brikenës, por Mateo i vuri byzyliku në dorë. Brikena e priti me shumë dashuri, ajo që Brikena e ka frikën më të madhe, do me thënë është bindja nëse Mateo e do vërtet Brikenën ose e bën këtë gjën për lojë. Okej, nuk duhet ta paragjykojmë. Janë brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Historia në Big Brother ka treguar që banorët mund të kenë ndërtuar edhe lidhje dashurie vetëm e vetëm për të shkuar drejt finales, për të fuqizuar nga marrëdhënia, sepse është krijuar kjo logjika që për të shkuar në finale apo për të qenë sa më gjatë brenda asaj shtëpisë duhet të ndërtosh një lidhje dashurie, dhe mendoj që Brikena për të vetmen gjë nuk kishte qef që ta thyente atë akullin edhe t'i thonte po Mateos edhe t'i jepte ndjenja Mateos. Mateo mori guximin e përgëzoi, në fakt Mateo nuk ka patur këtë guximin për t'ia thënë Brikenës gjërat kaq troç, por kohëve të fundit, do me thënë Mateo filloi që të ndryshon në vete, filloi që të bindet se Brikena e do. Brikena ka thënë që ndjenja për Mateon është krijuar, tani unë e kam komentuar një personazh që ka emocione luhatse, zakonisht të emocionet ndodhin kur shpirti jon, do me thënë, fillon dhe të razohet. Fillojnë ato fluturat e para të dashurisë, ato emocionet e para që ne na shijojmë pafund. Ishte një moment rënqetës, në fakt, për të gjithë ne. Unë nuk e prisja që Brikena t'ja pranon me njëherë, por pyetja që i bëri Brikena edhe në këtë moment, do të thënë, janë shumë çifti lezetshëm, edhe në momentin më të bukur të jetës të saj, që ishte një moment modesti, thjesht, por ishte i këndshëm, Brikena i tha, po do të them një gjë, a e ke me gjithmonë të gjë, a je i bindur 100%. Më thëmë, Brikena e ka shumë të rëndësishme 100%-shin e saj në jetë. Dhe Mateo i tha me patjetër që unë jam i bindur, sepse nuk e hedh kot këtë hapin. Unë mendoj që Mateo është dashuruar shumë, sepse po të mos ishte Mateo i dashuruar, nuk do të përjeton të shpirtërisht të gjitha ato lëvizje që Brikena bënte, të gjitha ato idhërime, të gjitha ato mërzitje shpirtërore. Sonte është nata e shënuar, do me thënë data 5 prill, është data ku Mateo dhe Brikena do ta kujtojnë gjithmonë. A do të vazhdon si çift edhe jashtë? Jam i bindur që do të vazhdon, sepse Mateo e pëlqen si vajzë Brikenën, do me thënë e pëlqen me të gjithë të mirat edhe të këqijat e veta. Pa marrë parasysh çfarë karakteri ka, pa marrë parasysh çfarë emocione sjell, Mateo e preferon, e ka në zemër. Do me thënë Mateo është i dashuruar nga aja e Brikenës deri tek zhëja e Brikenës, do me thënë ai është i pasionuar pas fenomenit Brikena. Ajo që në fakt më bëri pak përshtypje në këtë propozim, edhe pse ishte propozim modest, do me thënë kishte thjesht një byzylik, nuk ishte as unaz as asgjë, por byzyliku kushton më shumë se çdo gjë, do me thënë në rëndësi ka gjesti që Mateo bëri. Ajo që mua më bëri përshtypje është se asnjë nga banorët nuk u ngritën ta manifestojnë këtë moment, do me thënë ta duartrokasin ashtu siç duhet, por banorët vazhdojnë akoma mendojnë që kjo është një lëvizje për lojë, do me thënë është një lëvizje për interes të situatës, sepse nga kjo lëvizje Mateo dhe Brikena do të shkojnë në finale. Unë jam shumë i bindur që Brikena nuk është në finale, ndërsa Mateo është në finale. Po ç'rëndësi rëndësi ka kjo? Brikena e bëri të ndjerë këtë gjën. Brikena nuk është duke gënjur në këtë marrëdhënie. Edhe sonte që e hudhi hapin që e puthi Mateon më publikisht, do me thënë ja
ja dha të puthjen publikisht, që Brikena nuk e kishte dhënë më parë të puthjen kaq të nxehtë, me kaq pasion, me kaq emocion, u pa që dashuria është e vërtetë dhe u pa që emocioni është i vërtetë. Tani pyetja që më adresohet nga ana juaj është a do të kemi një dasëm? Sipas traditës, realisht, me patjetër që duhet të kemi një dasëm, e cila do të ndodhë edhe të mërkurën, edhe të ejten, domethënë shtëpia është e hapur për një dasëm të bukur. Mendoj që Mateo dhe Brikena duhet ta përjetojnë dhe këtë ndjesinë brenda kësaj shtëpie. Rrjetet kanë plasur, fansat janë çmendur nga fakti që Mateo e arriti këtë moment. Domethënë Brikena e ka përjetuar shumë bukur, Mateo e përjetoi shumë bukur, ishte i lumtur, ishte i kënaqur, ishte mirënjohës ndaj momentit që e arriti të realizoj ëndrrën e tij. Mateo që në momentin e parë kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë ka hyrë me një qëllim të vetëm. Dhe nëse ju kujtohet, Mateo nuk e ka patur për qëllim që të jetë fituesi i çmimit të madh. Domethënë çmimi i madh është një bonus në këtë rrugtim që Mateo e ka. Mateo e kishte qëllimin që të rrëmbej zemrën e vajzës, të cilën e kishte takuar për herë të parë para 4 vitesh. Dhe duke patur besimin e plot tek Zoti, duke patur besimin e plot tek vetja, unë mendoj që kjo ëndër realizohet. Nuk them që është diçka për lojë, jam kundër asaj gjëje që është për lojë, sepse Brikena edhe në momentin më intim të saj, domethënë, që duhet të vendon byziliku në dorë, jo vetëm unaza, domethënë që nga simbolika, tani nga Mateo fillon të kuptojmë që edhe me byzilik propozosh ka një femër. Brikena e pyeti, domethënë para se t'ia jep puthjen dhe t'ia lejon dorën t'ia vendon byzilikun, e pyeti a më do me të vërtet. Mateo i tha po, dhe tani Brikena si një grua e fejuar që është, u lirua nëpër shtëpi, po e jeton momentin, domethënë i mori gjërat e bukura nga ky Big Brother. Do të kemi një dasëm që do të na bashkojë Kosovën dhe Shqipërinë. Domethënë janë një miks shumë interesant, do të jenë një miks interesant edhe në jetë, sepse Brikena edhe pse është kështu është shumë qesharake, Mateo është shumë qesharak, e di që do të jenë ai çifti që do të shkatrohen duke u grindur, nga që Brikena preket për çdo gjë më të vogël, por do të jenë çifti që do të kënaqin familjen ku ato do të jetojnë. Domethënë Mateo dhe Brikena i thanë po njëri tjetrit dhe e dhuruan puthjen zyrtarisht, e dhuruan puthjen publikisht. Një puthje që u ndje shumë nga ato, por nuk u duartrokit dhe nuk u mirëprit fare nga banorët e tjerë përpost Selinës dhe Shëndritit, që realisht janë miq të afërt të tyre. Ndërsa Edisa vazhdon akoma me ato konkluzionet e saj që nuk e beson si një marrëdhënie, sepse banorët e tjerë këtë gjë e besojnë si një diçka që Mateo e ka bërë për në finale, por unë them jo, Mateo e dashuron. E dashuron sepse ka përjetuar të gjitha emocionet brenda vetes së tij, domethënë është zhgënjur disa herë, por nuk ka hequr dorë, ka qenë i vendosur për ta çuar këtë gjë deri në fund.